Egli ende në shtëpi, kamerat tregojnë gabimisht dhomën e bardhë, rrjeti po zihen e takoi edhe Rozana. Një detaj ka ngjallur dyshime, teori konspirative mes ndjekësve të Big Brother VIP Albania. Kamerat e shtëpisë kanë kapur një dhomë të bardhë, një pamje e cila nuk ishte parë më parë gjatë këtij edicioni, dhe gjitha kjo ka qenë gabimisht. Ajo që ka ngritur dyshime të shumta në rrjet, më shumë shikues që po pyesin nëse dhoma ka lidhje me Egletakon dhe një rikthim të mundshëm të saj në lojë, pasi edhe më parë u komentua një skenar i tillë. Duket se puzzle-i po bashkohet, teksa kujtojmë se Egli u largua për arsye shëndetësore, por nuk u eliminua nga publiku, duke lënë hapësira për teori të ndryshme për rikthimin e saj. Edhe në TikTok, Andrea, por edhe menaxheri, dy prej komentuesve më të rregullt të Big Brotherit, e kanë hedhur këtë teori, teksa thonë se Egli pasi është shqetësuar disa ditë dhe ka parë situatën jashtë, do të futet më e freskët se kur tashmë kundra gjestit. E duket se sa për të ndihmuar këtë teori ka ardhur një zbulim tjetër nga fansat për Rozana Radin, që është kapur matë me një person në dhomën e dëshirave. Një video e publikuar në TikTok që po bën xhiro në rrjeteve sociale ka shkaktuar reagime, diskutime të shumta. Në video shihet Rozana Radi që futet te dhoma e dëshirave, aty duket se po e pret dikush brenda, teksa klipi ka nxitur shumë komente spekulative, duke thënë se vajza në fjalë i ngjason shumë Eglit. Përdorësit e TikTokut kanë pasur këtë teori, teksa disa kanë thënë se mund të jetë edhe psikologja, e disa të tjerë thonë se është Egli e cila po lejohet të komunikojë me Rozanën, duke qenë se është në një mision që askush mos ta di përveç atyre të dyve. E se çfarë po fsheh produksioni në këtë edicion, duket se do ta zbulojmë në prajmin e ardhshëm.